Po plakësh, më thanë. Nuk jem, Maja që ke qënë. Po bësh më i hidhur, më i vetuar. Jo, i thash, nuk po plakem, po bëhem më i mëndshëm. Kam pushuar se qënim a i që përqen të tjerëve, dhe po bëhem a i që përqen të jemë. Nuk dua më si të më pranojnë të tjerët, por dua të pranoj vetën time. I kam shmangur të pasqyrët të një shtare që të rethojnë përdo dhe të ma shtrojnë pa pikë shire. Jo, nuk po plakem. Po bëhem më i vërtet. Po bëhem më i dukshëm nga lartë, nga të tjerët, nga i zakonshmja. Po të çlirohem nga plagët dhe lëndimet e panevojshme shpirtërore. Po heq dorë nga me të fustive, për shkak të pagjumësisë. Gotat e verës i kam zëvendësuar me filxhanët e kafes. Gjithashtu, historitë e gjalla i kam shmangur dhe kam filluar të shkruaj ato. Nuk e lënë më njën ato stereotipet e imponuara. Madje nuk bëj një grim për të fshekur brajet e mia. E vete, vaj gjithmonë një libër që më ndriçon mendjen. Dhe jo, nuk jam plakur, sepse në shpirt ruaj atë freskinë, në duar ruaj butësinë, dhe në zemër ruaj atë pafajësinë atij që çdo ditë zbulon veten e tij. Në fytyrë ruaj ende atë buzëqeshjen që ta fal vetëm vështrimi i thjeshtësisë së natyrës, gjelbërimi i pyllit dhe dëgjimi i cicërimeve të zogëve. Po bëhem më i matur. I kam shmangur ato shpërtime që nuk të lipsen për asgjë. Po mësoj se si të flas për gjëra trashëndente. Po mësoj se si të kultivoj dije. Po mbjell ideale, po harkëtoj more fatin tim. E pse po plakem mu? Po nuk po plakem pra. Nuk po plakem sepse çdo të shkute të diel zjon herë në mëngjes. Për çfarë? Për të shijuar atë kapen time, në qetësinë time, pa u nxituar, ndërkohë që jam duke lexuar një libër me poezi. Njerëzit nuk ngadalësohen për shkak të pleqërisë, domethënë. Ata ngadalësohen për shkak se gjatë gjithë kohës rrinë duke shikuar marrësinë e atyre që ecin duke u nxituar, dhe pastaj pengohen nga pakënaqësitë. Heshtja nga ana tjetër nuk vjen për shkak të pleqërisë, por ndonjëherë